Për të folur mbi dinamikat e një nate më parë në Big Brother VIP Albania, kam të ftuar në një lidhje direkte Klevis Mile, gazetar. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, cilat ishin dinamikat e Prime-it të kaluar? Prime ka nisur sërish në diskutime miri Casey, Selin e tej, asgjë ndryshe në Prime-et të mëparshme. Nuk ka se kemi parë diçka që se kemi parë më përpara, domethënë. Siç fola edhe te intervista e fundit, ju thash që Miri planifikonte për të denoncuar me pak fjalë Casey për cenimet që ai ka bërë një javë më parshme për shpikjet e tij që kanë nxjerrë rreth Mirit. Prime është hapur me këtë, përgjigje e Mirit ka qenë kjo, ka kërkuar në avokatit i tij dhe në njerëzit e tij që ka jashtë që ta ndjekin penalisht të gjithë këtë çështjen. Gjë që nuk u pëlqen në produksioni, se pikërisht na Monika, e cila kundërshtua, duke folur me disa argumenta dhe fjalë që nuk i takon një opinionisti. Gjithsesi Monika nuk po më pëlqen fare në këtë rolin e saj, por nuk jam këtu për të folur Monikën, gjithsesi. Sa i përket dinamikave të tjera, kemi parë që produksioni dje ka ngrënë 2 shpulla prej banorëve, një shpull ka qenë prej Kristit i cili ka vendosur të lërë shtëpinë dhe me orë të tëra duke mbajtur në dhomën rrëfimin me fjalë në opinionistët, në publiku duke lëritur, janë munduar pak shumë që t'ia ndryshojnë mendjen dhe Kristi të vazhdojë qëndrimin e tij në shtëpi. Pas kësaj vjen Flori, i cili nuk e din nëse kjo gjë ishte stisur ose ishte vërtet serioze se ka pas fëmijë në gjendje të keqe jashtë, por Flori e ka biseduar gjatë javës që do të lërë shtëpinë, sepse nuk po e mballonte dot më. Ajo telefonata që është bërë në amikut ti vllai, se nuk e kuptova mirë, ishte shumë një telefonat që janë skenare të ripërsëritura, i kemi parë dhe me Xhiban në vjet, i kemi parë shumë në shumë raste që ndodhen në Big Brother. Thjesht për të nxjerrë një person në syrin e publikut mirë dhe jo si lojtar të dobët ose gjithsesi. Një tjetër që na ka bërë shumë përshtypje në Big Brother dje është Fundi, i cili zarfizi ka nxjerrë në nominim Casey, ka nxjerrë Erikun, ka nxjerrë edhe Inën, por e të cilës Inës i bashkohes edhe Stelina, sepse kanë qenë një banor të dyja. Si lider e shtëpisë, Brikena ka pasur një mundësi për ta përçarë këto dy banorë dhe t'i bëjë secilën në një edhe në vend të dikujt të shtojë dikë tjetër. Brikena ka gabuar në zgjedhjen e saj në syrin tim, ka zgjedhur të vendosi Mateon dhe të shpëtojë Stelinën. E gjitha kjo ka ngritur çik bujë në rrjetet sociale, ka përçarë çik njerëzit edhe fansat e saj që mund ta mbështesin deri sot, pak a shumë i ka humbur respekti që kanë pas ndaj saj, sepse siç fola për Mateon dje, Mateo është një djalë shumë i shkëlqyer. E ka respektuar, e ka ndihmuar Brikenën, nuk është se i ka rënë për qafë. Brikena ka zgjedhur ta lozi kartën e saj në një moment shumë të gabuar ndaj Mateos, është mendimi im. Do mund ta përdorte në një moment tjetër për ta dënuar Mateon për gjithë ato shpikje që ajo vazhdon dhe thotë sa i përket puthjes, lidhjes që mbas nga pas mbas asaj kohës, ajo vazhdon dhe i qëndron mendimit e saj. Nuk arrit ta kuptoj pse Brikena mundohet kaq shumë që ta mohoj diçka të tillë, edhe nëse ka ndodhur. Klevis, ju duket sikur me hyrjen e Caseyt në Big Brother VIP Albania ka rënë dhe niveli i debateve dhe i argumentave, pasur parasysh një lloj quaj që përdor Casey? Po, patjetër. Patjetër që ka rënë niveli Big Brotherit që kur ka hyrë Casey, jemi shumë dakord të gjithë. Niveli i këtij edicioni si vjet ka rënë shumë poshtë. Nuk arrit ta kuptoj se si lejojnë këtij lloj personi kaq kohë televizive me përdor kaq fjalë ofenduese, fyen njerëz. Mendoj se një në arsyet pse Kristi ka vendosur të largohesh dje sepse produksioni pikërisht nuk po bën masa për këtë gjë. Shohim që vjen zarfa, po janë zarfa të pothuajse të parashikueshëm dhe ato, sepse dim shumë se kush del javën e tjetër, e dinim shumë kush do dilte në atë zarf të zi që ishte Steno, Casey edhe Kristi, kështu që Casey mund të dënohet, por dënohet me banorë që
janë për të dalë para atij, i jepen favore, i jepen vëmendje shumë, nuk arrit ta kuptoj pse. Tani ne kemi parë Ledionin që kundërshton, i kundërpërgjigjet në ofendimet e tij, gjithashtu dhe Monika, por nuk mjafton kaq sepse Casey tregon një arrogancë të paparë. Nuk është e këndshëm për syrin e shikuesit në televizion një lloj shpërthimi i tillë, një lloj argumentat e tij të tilla, edhe fjalori i tij i tillë. Për mendimin tim Casey duhet të dilte dije. Domethënë të kishte dalë me kon ajo shtëpi, nuk arrit ta kuptoj pse vazhdon garën e tij aty. Dhe jam i bindur që as në këtë televotim të dalë, sepse skenari i tyre radhësh është tani që të merret me Inën, siç kemi parë të dije pas darkës që kanë pas, ato prekjet kanë filluar duke jam i bindur 100% se këtë javë do ketë një puthje midis Inës edhe Caseyt, dhe pse për të shpëtuar këtë nominim. Po kjo pjesa që Selin ka pasur një debat mjaft të fortë lidhur, po themi, me raportin që ka me Mirin, ku dy goca janë zënë, jo je xheloze, jo zje xheloze. Për pjesën e Lornës me Selinën. Po. Po tani është më se normale se Lorna këtë po tregon. Lorna tregon xhelozi kundrejt Mirit, edhe nuk arrin ta kuptojmë pse. Në çdo debat që bëhet, nëse ka një diskutim midis Selinit edhe Lornës, gjithashtu edhe në Prime, Lorna e përfshin dhe Mirin të njëjtën kohë. A më kupton, e përfshin edhe duke fol me Selinën, shikon Mirin, thot po ti Miri, nuk arrit ta kuptoj pse Lorna kaq xhelozi, kaq shpërthim, edhe një arsye pse Lorna mbështet Casey-n është Miri. Nuk besoj se Lorna i mbështet mendimin Casey sepse mendon se Casey është i drejtë në debatet e tija. Thjesht të mbështet për të kundërshtuar Mirin. Ajo besoj se ka pritur që të ketë pas një mbështetje nga Miri të bëni një lojë bashkë. Duke parë që Miri ka zgjedhur Selinën dhe vazhdon lojën e tij me Selinën në këtë krevat, në gjithë këtë histori, asaj më duket se i ka dalë çik jashtë kontrollit planet e saj në atë shtëpi, edhe kjo mund ta ketë bërë që ajo të xhelozojë dhe të kundërshtohet Miri dhe Selin ditë për ditë në atë shtëpi. Ju folët pak për Florin, që thatë Flori është larguar pasi është thënë që është djali i smur. A i gjeti në të vërtet Flori veten aty? Ja. Nuk e gjeti dot Flori veten aty. Flori nuk është se na tregoi diçka, si Flori që jemi mësuar të ketë çik argëtim diçka. Flori thjesht ndërhynte nëpër debatet, siç do bënte çdo banor që s'ka një plan loje aty brenda. Ndërhynte, i jepte të drejta pa lidhje, do të thoshe, pa e ditur fare efektin e diskutimeve ose se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në një debat, ai thjesht ndërhynte, thoshte me këtë kam i muhabetin, këtë do mbështes dhe argumentohesh pa lidhje. Dëgjonte Casey-n edhe nuk e di se këtë që kundërshtonin Mirin për arsyeën që ka një marrëdhënie që merret me Selinën, që është 23 vjeç dhe argumentosh me këtë je burr 50 vjeç, merresh me një gocë 23 vjeçare, argumenta shumë të dobta për syrin publiku. Domethënë mirë ofenduese, po dhe shumë argumentime kalamajsh, më ngjaj mbetje sikur shoh amator në një televizion, duke u ndeshur se me argumenta fëmijësh, argumenta që mund t'i bësh në një shkollë ose në një shoqëri të rrugës. Nuk e ka gjetur veten e tij Flori. Bëri mirë që u largua. Mendoj se kjo gjë ka ardhur nga familjarët e tij, të cilët kanë dashur ta largojnë, mbas edhe ai lajmi që i ka dalë Florit për ndjekjet e tij penale që ka pas në vitet e mëparshme, mund të kenë ndikuar te familjarët dhe mbas kanë kërkuar gjithashtu largimin e tij nga ajo shtëpi. Levis është bërë mjaft virale përplasja që ka pasur Ledioni me Monika Kryemadhin, e sidomos pjesa që Monika i thot që boll më me botoksa dhe fillera, ndërsa sepse Monika tha që edhe spaku ka kërkuar për mua, por s'ka gjetur asgjë, e ndërkohë Ledioni tha që sigurisht që s'do gjej asgjë sepse ti je 100% natyrale. Po Ledioni e ka zakon me të futur çik Monikës, çik e vërteta, gënjeshtër, me të mirë, me të bukur, ja thot realitetin në sy. Nuk e kuptoj pse Monika e përfshin në dy spaku në diskutimet e saj. Monika ka një sjellje si parlament aty brenda, disa argumente që nuk i përfshihen atij reality show.
Do më pëlqente Monika të ishte pak me vetëdijshme se çfarë flet. Monika në këtë prime mund të thoj diçka të mirë, ty në primin tjetër e harron dhe ta kthen ndryshe. Argumentohet me gjona pa lidhje të t'i quja. Nuk më pëlqen. Është mos e normale që Ledioni do ta kundërshtoj sepse i del jashtë skenarit të gjitha kjo. Edhe me Mirin që ka pas diskutimin për çështje penale, duke i thënë që mos na bë tani si mirë ti se gjithë kështu jemi, jo po kanë po i shkojnë në përdashnoret. Nivel shumë i ulët për një reality show si ky që ndiqet nga mira shqiptar. Janë mesazhe shumë të gabura që i kalojnë spektatorëve dhe njerëzimit aty jashtë. Thjesht ta nuk e kuptoj. A i pëlqen vetja kur bëhen ato videot meme në TikTok dhe i pëlqen klikimet që marrin në TikTok, apo duan vërtet të japin një show të bukur ndaj njerëzimit aty jashtë. Sepse ka humbur çik thelbi Big Brother. Dhe të them plot i bindur, ky besoj se është Big Brother i fundit që shohin në Top Channel. Big Brother VIP, do të thotë. Mendoj se me tej mund krijohet një Big Brother siç kemi dëgjuar me Best of All, e me tej mund të shuhet Big Brother si reality show në Shqipëri, sepse i ka ardhur fundi tashme, nuk po shohim diçka reale, nuk po shohim një diçka natyrale, shohim thjesht skenare të ripërsëritura dhe të parashikueshme. Lëviz, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.